Shtetet e Bashkuara dhe forcat partnere kanë kryer sulme në shkallë të gjerë ndaj njësive të Shtetit Islamik në Siri. Lajmin e ka bërë të ditur Komanda Qendrore Amerikane, e cila ka theksuar se sulmet u kryen me urdhër të presidentit Donald Trump si përgjigje ndaj vrasjes së disa ushtarëve amerikan më 13 dhjetor. Sipas burimit, në tërësi u qelluan mbi 90 municione nga armë me precizion të lartë ndaj më shumë se 35 objektivave në operacionin ku u përfshin mbi 20 avion luftarak. Zonat e goditura nuk dihen ende se cilat janë, dhe po ashtu nuk dihet as numri i viktimave. Administrata Trump e njoftoi nisjen e operacionit sulmi skifterit në dhjetor, pasi militantët e ISIS sulmuan dhe vranë 2 ushtarë amerikan dhe një përkthyes civil në një prit të ngritur në lokalitetin Palmira në qendër të Siris. Ne nuk do të harrojmë kurrë dhe nuk do të zmbrapsemi kurrë, deklaroi sekretari i luftës Pat Hegseth në një reagim në rrjetin X. Përpara sulmit të së shtunët, forcat amerikane vranë ose kapën rreth 25 anëtar të ISIS në 11 misione të kryera në periudhën 20-29 dhjetor. Siria ka mbetur një shtet i brish që nga rënia e presidentit Bashar al-Assad në dhjetor të 2024-s, që shënoi dhe fundin e luftës 13 vjeçare në vend. Ahmed al-Shara ka drejtuar vendin që kur grupi i tij rebelëve rrëzoi Assad dhe ka konsoliduar kontrollin, duke siguruar edhe heqjen e sanksioneve nga perëndimi. Edhe ISIS është dobësuar, por mbetet ende aktiv, kryesisht duke kryer sulme ndaj forcave kurde në veri lindje.